Pas disa ditëve punë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mesditën e së premtës ka përmbyllur procesin e rinumërimit të 185 vendvotimeve, për të cilat ishin marrë vendim që të verifikoheshin edhe një herë votat. Të dhëna nga ky proces i rinumërimit janë përditësuar në platformën e KSZ-s për rezultate. Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Tani qendra e numërimit dhe rezultateve do të hartojë një raport të detajuar për secilin vend votim të rinumëruar. Në të do të përfshihen të gjitha mospërputhjet apo parregullësitë e evidentuara gjatë procesit. Ky raport do të jetë i detajuar për secilin vend votim me gjetjet e evidentuara gjatë këtyre 2 ditëve sa zhvilluar procesi i rinumërimit. I njëjti do t'i dërgohet anëtarëve të KSZ-s për shqyrtim dhe natyrisht edhe për vendimarrje. Të gjitha ato çështjet të cilat janë vërejtur gjatë këtij procesi të rinumërimit, të në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nëse ka pasur dyshime për ndonjë keqpërdorim, atëherë zyrtarët e KSZ-s kanë njoftuar organet kompetente për ndërmarrë masat e tyre. Megjithatë, rezultatet përfundimtare nuk do të shpallen menjëherë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por siç e kemi shpjeguar edhe më herët, duhet të presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit nga dita e fundit në QNR. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka fituar 42.96% të votave dhe pritet të ketë 53 ulse në kuvend, 4 më pak se në legjislaturën e kaluar. Subjekti i dytë ka dalë PDK-ja me 21.13% të votave të fituara dhe në legjislaturën e 11 pritet të ketë 22 deputet, po aq sa kishte edhe në legjislaturën paraprake. LDK-ja është forca e tretë me 17.6% apo 18 deputet nga 15 sa kishte në dhjetor, ndërsa AAK-ja ka fituar 7.16% të votave dhe pritet të ketë 7 deputet, një më shumë se në zgjedhjet e dhjetorit.